Adënën e mirë e tjerë. Kështu që kjo është një dukuri cila më ka bo përshtypje, mirë po dita ditës pra diferencat po ngushtohen dhe futbolli nuk është më si përpara me dominu skuadrat me emër dhe është kjo shumë e mirë për futbollin, për shkak se na arrim me pa një lojtar shumë mirë nga Kepi Zjelbër ose nga Japonia ose kudo tjetër. Kështu që është më atraktive. Po, kjo e favorizon ti në këtë kampionat? Me tonë drejtën ka ekipe shumë të forta, megjithatë edhe pse nuk ka prodhu shumë spektakël, Franca është si ekip shumë të kompletuar që të shkojnë deri në fund. Megjithatë ka ekipe të mira si Argentina, Brazili është duke ardhur në rritje, ndonë se nuk e shon mesin e atyre top favoritëve. Besoj se Franca është ekipi më i rrezikshëm për ta çu kupën lart. Pa i përjashtu tjerat, kuptohet. E kuptuar shumë. Artan, si ke parë të këtë ndeshje?